GKK ka rrëzuar sërish kërkesat e Erion Veliajt. Këtë radhë ai pretendoi se afatet e qëndrimit në paraburgim nuk mund t'i pezullohen një të ndaluari kur seancat nuk zhvillohen për shkak se mungojnë të akuzuarit e tjerë. Pas dëgjimit të avokatit, trupa i konsideroi pretendimet e padrejta. Në fakt, për një ditë qëndrimi në paraburgim, personit i llogariten një ditë e gjysmë qëndrimi dhe nëse dënohet i zbriten nga masa përfundimtare, por pare dhe nga zvarritit e dosjeve me shumë të akuzuar, duket se GKK nuk e ka toleruar këtë pikë. Megjithatë, avokati i Veliajt, Plarent Ndreca, kishte një tjetër mendim. Po kthehet një zgjatje afatesh paraburgim në mënyrë kolektive, pra nga sjellja një pandehuri e pëson edhe një i bashi pandehur. Në seancën e shkuar në themel, prokurori i dosjes Veliajt, Olz Dado, shigjetoi se qelit janë si hotel me 5 yje, por Ndreca i vijoi replikat përmes medjes. Pra për 5 yjet nuk më rezulton që i troqi vëmendjen. Vetë Ndreca ndodhet në akuzë nga SPAK dhe po këtë të mërkur kishte seancën e tij, ku akuzohet për shkelje të baratzisë së pjesëmarrësve në tendera, gjatë kohës që ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme. Për shkak se zgjodhi të ishte në seancën e Veliajt si avokat, gjyqi për Ndrecën u shty.